Gjithësia dhe teoritë e krijimit të saj. Në plajin e Mesedës, në qendër të gatishut iberik pra Spanjës, një gazetar shkruan që fotografoi me aparatin e tij një qenie, e cila e ndieu atë zhurmën e shkrepës së aparatit të larguar shpejt. Pra ai sa do të ta fotografonte më shumë. Sa do të vërteta apo pa të vërteta tjetër kjo thënie, ne jo gjithë sipërfaqen e rrugës toksor e njohim, e kemi parë, e kemi studiuar. Po të flasim më pas për hapësirën jashtë tokës tonë në yjet e tjerë jashtë sistemit tonë diellor, a njohim? Pra kemi filluar një kapitull i cili lidhet me gjithësinë dhe teorinë e krijimit të saj, dhe ju vetë keni vënë re në rrugtorit sociale, në televizionet të tjerë, për alienët, për UFO-t, pra që ne që mendohet, supozohet, sepse deri tani nuk ka fakte të botuara apo të përshkruar në tekstet mësimore të ekzistencës së tyre. Dhe kjo vjen për shkak të mospasjes apo mos publikimit të informacioneve, të cilat mbeten sekrete edhe nëse ekzistojnë, të agjencive të ndryshme të studimit të hapësirës. Pra, deri tani nuk kemi diçka të vërtetuar. Por ç'është gjithësia? Ç'është gjithësia? Gjithësia, ose ndryshe universi, ose ndryshe kozmosi, është një njëjta gjë. Është tërësia e yjeve, planetëve, satelitëve, asteroidëve, kometat, meteorë, plurikozmik, që gjenden në hapësirën përreth nesh të shumë herë më larg. Pra, gjithësia është tërësia e gjithçkaje që gjendet në një hapësirë kaq të madhe. Sa është largësia, sa është madhësia e saj? Fillimisht duhet kuptojmë dy koncepte. Njësi astronomike, që është largësia nga dielli në tokën tonë, që është 150 milion kilometra. Pra, largësia nga dielli në tokë është 150 milion kilometra. Dhe kjo quhet një njësi astronomike. Dy njësi astronomike janë dy herë 150 milion kilometra. Kalojmë te koncepti tjetër që është një vit dritë. Është rruga që përshkruan drita në një vit. Ju e dini që shpejtësia e dritës është 300.000 kilometra në një sekond. Po në 60 sekonda që është një minutë, po në 60 minuta që është një orë, po në 24 orë që është një ditë, po në 365 ditë që ka një vit. Pra, ta rruga që përshkruan drita në një vit. Dhe është rreth 9.5 trilion kilometra. Ylli më i afër me sistemin tonë diellor është Proxima Centauri, 4.2 vite dritë. Pra drita do 4.2 vite, pra 4 pak më shumë se 4 vite, që të niset nga dielli dhe të përrijë në yllin më të afër, që është Proxima Centauri. Pra ti është Alpha Centauri, që është 4.4 vite dritë larg. Nëse do kuptojmë shpejtësinë e dritës 300.000 km në sekond, largësia nga dielli në tokë do përshkruhesh prej 8 minuta. Pra, largësia nga dielli në tokë për 8 minuta. Kurse diametri i sistemit diellor, drita do përshkruhet për 11 orë. Largësia nga dielli për heliopauz për 19 orë. Çfarë është heliopauza? Helio do thotë diell, pauz do thotë ndalim. Do thotë ku era diellore ose energjia e saj ose forca e saj vepron në sistemin tonë diellor. Shikojmë që
Gjithë kjo sipërfaqe ku po kalojmë me kursor është heliosfera, domethënë sfera përreth diellit. Atëherë, cilët bëjnë pjesë në këtë heliosferë? Bëjnë pjesë planetët tanë, të sistemit diellor, brezi Kuiper, brez i cili mendohet që ka trupa shkëmbor apo trupa të akullt. Dhe pas brezit Kuiper vjen heliopauza, do të thotë aty ku ndalon fuqia, energjia, forca e erës diellore, do të thotë ajo energji që vjen nga dielli. Vetëm dy trupa apo mjete të krijuara në njeriu kanë kaluar deri në sot heliopauzën, të cilët kanë qenë dy sonda, Voyager 1 dhe Voyager 2, të cilët e kanë kaluar heliopauzën. Lartësia e diellit deri në heliopauzë ka 9 metar. Lartësia e diellit deri te ylli G754 është 19 vite dritë. 19 vjet që drita e diellit të niset me shpejtësinë 300 mikrometra në sekond dhe të mbërrijë në yllin G754. Ne po flasim deri tani vetëm sistemi diellor dhe pak i jashtë. Ja ku jemi përsëri dielli dhe ku është diametri i sistemit diellor që do 11 orë drita të mbërrijë nga njëri skaj në skajën tjetër. Që janë yjet? Ja ku kemi një yll, ç'është një yll? Ne dallojmë diçka se çfarë është dhe mund ta mendojmë se çfarë është një yll. Atëherë, yjet janë trupa qiellor sferik, një, janë sferik, dy, të gaz, tre, të zjarrt, do të thotë që kanë dritën dhe ngrohtësinë e tyre. Nuk është se pasqyrojnë apo reflektojnë nga trupa të tjerë, ata kanë nxehtësinë e tyre dhe kanë masë të madhe. Lidhur me masën, atëherë një yll ndryshon me një yll tjetër. A lëvizin yjet? Yjet lëvizin në galaktikën ku ata dy pjesë. Cili është ylli më i afërt me sistemin tonë diellor? Është Proxima Centauri, reprezentativi në Tokë, për 4.29 vjet dritë, do thotë. Më pak më shumë se 4 vjet ato janë nisur dhe mbërrin që i tallojnë në Tokë. Që janë yjet? Yjet janë një grumbull real yjesh që ndodhen pranë njëri tjetrit, ose relativisht pranë njëri tjetrit, sepse kanë hapësirë shumë të madhe, lartësi shumë të madhe. Por në hapësirën në lartësinë qiellore, ato janë pranë njëri tjetrit. Konstelacionet janë bashkimet imagjinare të yjeve. Ne i bashkojmë këto yje në figura të ndryshme, si për shembull akrepi, shqiptari, peshku, e tjerë. Por këta yje nuk është se janë pranë njëri tjetrit, por thjesht nga toka, nga pozicioni si ne jemi tani, ne i bashkojmë këta yje të ndryshojnë shumë. Pra këta nuk do të thotë se janë gjithmonë pranë njëri tjetrit, ata mund të jenë shumë herë më larg njëri tjetrit. Pra ne i mendojmë të bashkuar. 88 konstelacione ka ose janë të ndryshme nga hemisfera jonë dhe nga toka. Në veri të tokës, pra në qiell, ne dallojmë lehtësisht arushën e vogël dhe arushën e madhe. Pra arusha e vogël dhe arusha e madhe. Në bishtin e arushës së vogël gjen një yll që ndryshon shumë. Ai është ylli polar. Pra, po të shikojmë ylli që ndryshon shumë, që është në bishtin e arushës së vogël, është ylli polar. Pse ky polar sepse na tregon poli inferior të tokës. Ne po të dallojmë yllin polar, dim të orientohemi dhe dim se ku është periu i tokës.
Pra, ja ku kemi yllit polar në veri të tokës, ja dhe poshtë i tokës dhe yllit polar. Që janë galaktikat? Galaktikat janë grumull gjigant yjesh, rreth 200 miliard yje që mund të ketë pak a shumë një galaktik që rrotullohen rreth boshtit dhe pra yjet brenda një galaktike rrotullohen rreth boshtit të galaktikës. Patjetër dhe rreth boshtit të tij. Kemi 3 lloje galaktikësh. Galaktik spirale, pra në formë spirale të tilla apo spirale të tillë. Galaktik eliptike në formë elipsi. Dhe galaktika të çrrelta, do të thotë nuk ka krijuar një formë gjeometrike. Pra galaktika të çrrelta i marrin me radhë të çojnë të tyre. Fillimisht me galaktika spirale, ku bën pjesë dhe rruga e qumshtit. Krahët e galaktikës, pra këta janë krahët, rrotullohen të kundërt me përthamën. Pra nëse përthama rrotullohet në këtë kamp, krahët rrotullohen në krahun tjetër. Kanë sasi të madhe të pluhurit ndërhyjor, ja po të shikojmë ka pluhur, ka dhe yje shumë patjetër, thamë rreth 200 miliard yje, por ka dhe pluhur ndërhyjor. Por në numrin e këtyre galaktikave në total, ato janë rreth 70% të totalit të gjithë galaktikave të sistemit diellor. Pra galaktika spirale, bën pjesë dhe rruga e qumshtit, patjetër bën pjesë dhe sistemi ynë diellor. Galaktika eliptike, pra në formë elipsi, ka yje të vjetër moshë dhe përbën 70% të totalit, pra të vjetër moshë. Kurse galaktika e çrrelta kanë vetëm yje të rinj, pra janë të çrrelta nuk janë pozicionuar dhe kanë yje të rinj. Galaktika kashta e fundit ose rruga e qumshtit është njëjtë emër i tij. Është kjo që ne po shikojmë tek tabela. Ja dielli i cili është në një nga krahët e galaktikës. Rrezikët e diellit duan 100 vite drejt që ta përshkojnë të gjithë galaktikën. Cila është origjina e sistemit tonë diellor? Përpara rreth 15 miliard vitesh, e gjithë lënda ishte grumbulluar në një hapësirë, patjetër në një masë me një rëndësi shumë të madhe. E gjithë kjo bëri që më pas, rreth 13 miliard vjet më parë, të shpërthente e gjithë kjo lëndë. Dhe ky shpërthim u quajt Big Bang, pra një shpërthim i madh. Pra për shkak të këtij shpërthimi mori dhe emrin teoria që është pranuar ose është më e pranuara për krijimin e sistemit diellor, që është Big Bang, pra shpërthimi i madh. Më pas, me ftohjen e saj, lënda fillojnë të krijuar yjet, planetët, meteorët, asteroidët, trupat e tjerë qiellor, pluhurin ndërhyjor e të tjerë. Dhe kjo ndodhi rreth 4,6, që është sistemi që është toka jonë, apo deri në 5 miliard vite. Pra 15 miliard, 13,8 ndodhi shpërthimi dhe krijimi i sistemit diellor 15 miliard vjet. Kurse toka jonë rreth 4,6 miliard vjet. Ja dhe shpërthimi i madh, pra Big Bang është shpërthimi i madh. Por, sa është madhësia e sistemit diellor? Sa është madhësia e gjithësisë apo kozmosit? Është vërtetuar që galaktikat vazhdojnë dhe i largohen njëra tjetrës. Do të thotë që gjithësia sa vjen dhe zgjeron, pra është e pafund në kohë dhe në hapësirë. Shikojmë pak brezin Kuiper, pra brezin Kuiper, thuajse aty ku është heliopauza, ku përfundon era diellore, forca e saj, dhe Rhea Oort. Por kemi dhe koncept tjetër, brezi asteroid. Brezi i asteroidëve gjendet midis Marsit dhe Jupiterit dhe përshkruan orbit përreth diellit, siç përshkruajnë gjithë planetët e tjerë. Pra brezi i asteroidëve. Si brezi i asteroidëve, por me trupa të tjerë dhe më të shumë, kemi brezin Kuiper, që është pak a shumë aty ku kemi heliopauza. Vazhdojmë akoma më larg, jashtë
ndikimit të sistemit tonë diellor të 3x3, keni ren orë. Reja orë është një re me një grumbull shumë të madh trupave të ngurtë qellor apo edhe të gaz të ngurtësuar. Ajo gjendet midis Alfa dhe Proxima Centaurit dhe Helio Paulus, pra se një hapësirë shumë të madhe. Mendohet se nga presi Kuiper dhe nga reja orë në tokë vinë meteoritët dhe meteorët.